Të zbresim pak në rajonin e Ballkanit, teksa Serbia vjonte armatose dhe së fundmi është armatosur me raketa nga Kina dhe para pak ditësh kishte dërguar dhe ushtrin në kufi me Kosovën. Çfarë po ndodh në këtë rast dhe çfarë kërcënimi mund të prodhojë vetë rajoni i Ballkanit, ashtu siç e kemi parë më parë me luftën Bosnia apo dhe në Kosovë, dhe sa i rrezikuar është vetë Ballkani në një efekt domino që mund vi nga konfliktet si ai i Iranit që është aktualisht? Serbia është duke armatosur gjerë në dhëmbë, duke sfiduar hapur stabilitetin e brisht të Ballkanit, nga sistemet ruse tek dronët kinez dhe tek armatimet të tjera të rëndësishme, janë treguesi një plani të qartë që ka Serbia për të bërë gati për një moment të dytë, hipotetik, në të cilin mund të ndodhet planeti në rast se Amerikanët humbasin betejën në rendin e ri botror, humbasin betejën në lindjen e mesme, humbasin betejën për Tajvanin, gjë që nuk ka filluar ende. Serbët po bëhen gati me kujdes të jenë për të gjitha hipotezat e reja të mundshme dhe lëvizjet e ardhshme të mundshme për rikonfigurimet e reja në Ballkan, menjëherë sapo Vladimir Putini të tentoj të testoj nervat e NATO-s, ekzistencën e NATO-s, unitetin e NATO-s këtu në Ballkan. Greqia po bëhet gati me planin e saj për një jug të Shqipërisë, me planin për referendumet. Rreziku i shqiptarëve apo i popujve të Ballkanit apo i serbëve nuk është nga Serbia dhe nga Shqipëria, është nga politikanët serbë dhe politikanët shqiptarë, Vučići dhe Rama. Janë ata rreziku ynë më i madh, por Serbia po bëhet gati dhe po pret sinjale nga Aleksandar Vulini, që është njeriu i Vladimir Putinit brenda qeverisë serbe. E morën dje një përgjigje shuplak bashkë me Ramën nga Bashkimi Evropian, nuk ka antarësi sa i përket propozimit që kanë bërë së bashku. Propozimit që bëri me Vučićin në Frankfurt Allgemeine Zeitung, me atë integrimin evropian të nivelit të dytë, integrim i cili ishte një thik e re në kurrizë të Kosovës, eliminimi i Kosovës dhe rikonfigurimi i Ballkanit sipas projeksionit e Rama Vučić, shtrimi i hegemonisë serbe në Ballkan dhe brenda projeksionit Ballkanit hapur dhe të krijimit botës serbe, që është plani i Vučićit në Ballkan, bosnjëzimi i Kosovës nëpërmjet asociacioni i komunave greke në jug të Shqipërisë, nëpërmjet përgatitjes së terrenit përmes referendumeve, ligjit për referendumet dhe reformës së re territoriale. Ministri kryeparlamentari grek dje ka shkruar në faqen e tij në Facebook për herë të parë e njeh Vorio Epirin tokë greke. Është kryeparlamentari, e ka shkruar në faqen zyrtare të tij dje. Vorio Epiri, jugu i Shqipërisë, tokë greke. Po përgatiten të gjithë palët për të bërë gati për projeksionin e ri. Kush fiton luftën e tretë botërore, do të fillojnë negociatat. Në qoftë se aleatët e shqiptarëve e humbasin luftën, ne do të na bëjnë lokma. Në qoftë se e fitojnë luftën, shpresojmë të marrim më të mirën dhe e urojmë që kjo të ndodhë. Në këtë rast vetë shteti shqiptar, me një fjali, Vučići dhe Serbia po armatosen për momentin në të cilin Rusia do të jap urdhër Vučićit që të testoj gatishmërinë dhe unitetin e NATO-s në Ballkan. Në qoftë se nuk vjen ky moment, Vučići armët nuk guxon t'i përdor, pavarësisht se po përdor të gjitha alibit për të krijuar kushtet e një përplasje dhe të një lufte, duke akuzuar, duke bërë vazhdimisht viktimën që kemi një aleancë Shqipëri, Kosovë, Kroaci, shqiptarët, kroatët dhe kosovarët po bëhen gati të na vrasin, të na presin, ndaj dhe ky po merr masa. Kjo është alibia që ndërton Vučići për të krijuar kushtet e një përplasje, e cila do të ndodhë menjëherë sapo Aleksandar Vulin të marrë direktivat nga Moska për ta shpërthyer Ballkanin.
Në këtë rast, përveç kësaj aleance Shqipëri-Kosovë-Kroaci në aspektin ushtarak, çfarë po bëjnë konkretisht shqiptarët në rajonin e Ballkanit dhe vetë kryeministri Edi Rama dhe shteti shqiptar përballë këtyre elementeve, qofshin serb sa i përket në raport me Kosovën, apo dhe grek në raport me Shqipërinë? Shqiptarët janë Big Brother, çfarë po bëjnë? U knaqen. Kush do hyj, kush do dali, çfarë do bëjmë, ku do ikim në Europë, ku të gjejmë ne çat buk, ku të shkojmë punojmë në një vend, të punojmë me këto 3 mujorshat, të kapim në një punë atje, të punojmë 3 muaj me viza, të vim të jetojmë 3 muaj në Shqipëri. Shqiptarët janë jashtë loje komplet. Shqiptarët janë të papërgatitur për këtë moment. Ndjej dhimbje të madhe që e them këtë. Jemi duke fol çdo ditë, jemi duke bërtit çdo ditë, jemi duke ulëritur çdo ditë dhe çdo natë në rrjetet sociale, në këto mundësira që kemi ne. Shqiptarët nuk janë përgatitur fatkeqësisht për këtë moment të ri. Shqiptarët janë viktima të politikanëve të cilët po e ndajnë çdo ditë më shumë Shqipërinë nga Kosova, në kohën kur ne duhet të bënim gjithçka për të krijuar kushtet e një bashkimi kombëtar të mirëfillt, ekonomik, politik, në frym, në bashkëpunim, në biznes, në tregti, në përpilimin e strategjive të ardhshme, sepse bota që po vjen do të jetë e pamëshirshme dhe shqiptarët duhet të rikonfigurojnë interesat e tyre. Ndërkohë shqiptarët në Ilirit, Maqedoninë e Veriut janë tërësisht edhe ata në mesin e oqeanit të braktisjes madhe. Përveç komplekseve që kanë nga goditja, nga shtypja, nga represioni slav që kanë ndodhur ndaj tyre, ata të shkretët i kanë sytë vetëm nga Tirana ose nga Prishtina. Kur serbët kërkojnë me 3% serb, kërkojnë të drejtat e serbëve atje, tashmë shqiptarët duhet kërkojnë të drejtat e tyre edhe ata. Shqiptarët e Maqedonisë janë 30%. Duhet mendojnë edhe ata gjëra shumë serioze për të ardhmen e rajonit, por ata i kanë syt nga Prishtina dhe nga Tirana. Prishtina dhe Tirana nuk janë bashkë, fatkeqësisht. Rama përdor skema për të dobësuar Kurtin në Kosovë. Bëri dhe këtë filmin e fundit me zonjën Osmani. Zonja Osmani shkoi dhe gaboi duke u fut në një ekuacion pa krye, ndërkohë që mund të luante brenda shtëpisë Kosovës me dinjitet, mendoj që bëri një lojë të pahishme dhe të panevojshme për formatin e saj politik. Ndoshta nisi t'i pëlqej historia e Donald Trumpit give me a call, më jep bëj një zile kur të mos merreni vesh me serbët. Ndoshta është e pashmangshme në momente të caktuara ky lloj rivaliteti, por besoj që rivaliteti kur shndërrohet në malinj, ai tenton të shkojë jashtë kontrollit psikologjik të vetë politikanit dhe del edhe nga skica e interesave kombëtare, duke u bërë pjesë e planeve të mëdha rajonale për të rekrutuar leadershipin e faktorit politik shqiptar dhe për të mbajtur nën kontroll nga shërbimet rajonale jo dashamirëse ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Shqiptarët duhet bëjnë kujdes në këtë moment, sepse është moment ku nuk humbet vetëm gishtërit në rast pa kujdesie, por mund të humbasësh edhe kokën.